Qeveria shqiptare ka vendosur të rikthejë nismën e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. Kjo do t'u japë një mundësi shumë të madhe shqiptarëve dhe investitorëve, shansin për të rishikuar vlerën reale të pronës së tyre. Në kushte normale, ky tatim arrin në vlerën 15% të fitimit kapital. Ndërsa, me nismën e re të rivlerësimit, qeveria do të aplikojë një normë të favorshme prej 5%. Kush do të përfitojë nga kjo nisëm? Të gjithë individët të cilët disponojnë apartamente, shtëpi apo troje dhe duan këto të fundit t'i dhurojnë, t'i shesin apo t'ia kalojnë atë trashëgimtarëve të tyre, do duhet që t'i përditësojnë këto vlera. Gjithashtu, të gjithë familjarët që disponojnë një pasuri të paluajtshme dhe duan që të përditësojnë vlerat e kësaj prone me vlerën reale e aktuale të tregut, kanë mundësinë që ta bëjnë këtë me daljen e 5%-shit. Çfarë përfitimesh do sjellë rivlerësimi? Rritjen e vlerës reale të pronës, e cila do të përdoret më pas në rast shitje, në rast trashëgimie apo në rast kolaterali bankar. Kujt i rekomandohet që të aplikojë për rivlerësim prone? Qytetarët që kanë bler prona me çmime të ulta vite më parë, familjarët që po planifikojnë që të shesin pronat e tyre në 1 deri në 2 vitet e ardhshme, bizneseve dhe zhvilluesve të cilët duan të përmirësojnë bilancet e tyre financiare dhe të gjithë investitorëve që duan të përcaktojnë vlerën reale të gjitha aseteve të tyre. Si kryhet ky proces? Në fakt është më i thjeshtë se sa ti mendon. Për më tepër informacion rreth kësaj teme, më kontakto.